Shkolla jo publike nënshkruesi pavarësisë në Bisefa ka si strategji të saj të mësuarin me bazë projektin, një metodë bashkohore e cila përfshin aftësi të shumta të nxënit. Nxënësit e klasës së 8 prezantuan sot projektin me temë Shqipëria në vitet 1945-1990, para nxënësve, prindërve, mësuesve dhe drejtorisë së shkollës. Veçantia e projektit ishte se nxënësit kishin përfshirë të gjitha lëndët mësimore në analizën e aspekteve të ndryshme të jetës, si ekonomia, arsimi, sporti, muzika, shëndetësia e të tjerë në periudhën e sistemit komunist. Një rrugtim bardhëzi ndër vite e cilësuan nxënësit projektin. Ky projekt ndërmendor është një udhëtim në përhjet dhe dritat e një epoke që kalon gjumë të vazhdueshme në kujtesën kolektive të popullit shqiptar. Nga shuma të ardhmeve të luftës së dytë botërore deri te jeshtarat e një regjimi të mbyllur, do të përpiqemi të rindërtojmë mozaikun kompleks të jetës në Shqipëri gjatë viteve 1945-1990. Si në një film bardhëzi, do të rishoj fytyrat e qytetarëve të thjeshtë, rrugicat e posatisura të qyteteve, propagandën që kumbote nga altoparlantët dhe libra që censuroheshin në hije. Përmes një syri kritik, por edhe një djeshmërie njerëzore, do të analizojmë ndikimin e diktaturës, izolimin të skajshëm dhe zhvillimeve politike e shoqërore që formosuan jetën e përditshme. Shkrimtarët nuk lejoheshin të flisin për diçka tjetër përveç luftës nacionale qeveritare. Ato ishin disa nga temat më të rëndësishme të asaj kohe. Ideologjia dhe krijimet e gjuhës shqipe duhet të ishin vetëm në krye me regjimin komunist. Zakonisht ishte një kimi artizanale ku përdoreshin ngjyrat natyrale, pesticidet, shufurit dhe gëlqeja. Më pas vitit 1945, në pasur së dytë botërore, ajo ka pasur një evolim të madh. Me ndihmën e Bashkimit Sovjetik dhe me Kinën ka pasur një zhvillim të madh ekonomik. Kjo gjë ka ndodhur në këmbëlin e madhe që ka pasur Enver Hoxha bashkë me Shtetin për një vit mjaftueshmëri sa më të madhe. Mësuesit shprehen krenarin për nxënësit që tashmë kanë mendimin e tyre kritik, bashkëpunimin dhe kreativitetin. Shkollë tonë është në traditë zhvillimi projekteve brez pas brezi dhe vit pas viti dhe për çdo klasë. Kështu që kjo traditë shumë e mirë në shkollën tonë, edhe klasa 8 e përcolli mjaft bukur me nivel shumë të lartë, duke përfshirë të gjitha lëndët. Dhe patyshim më interesante ishte që këtu përfshin të gjithë nxënësit, pa preshje. Dhe së fundmi qershia mbitor të ishte patjetër përfshirja e të gjithë nxënësve në lëndën e muzikës, ku këngët e vjetra, të cilat në gjithmonë ato shpeshherë ndonjëherë ne dhe i harrojmë, por kanë atë shtetin të tabanit kombëtar, të cilat ato fursësi nuk do të harrojnë, pavarësisht se e reja gjithmonë ecën dhe triumfon. Ju falenderoj shumë edhe unë juve, dhe vazhdoni dhe rrezatoni siç ju dini, dhe pak fare me pak fjalë, jo me shumë. Kur kemi pasur asnjëherë nuk kemi fjalë.